покриен со снег, но прооден. Така изгледа патот што води од Тетово до Попова Шапка во работен ден. Преку викенд сликата често е поинаква. Бидејќи нема паркинг кај скијачкиот центар, посетителите ги остават колите на патот, па снемува простор и за разминување на возилата. Дури ако треба да помине возило на итна помош. Понеделнички, за среќа, имаше паркинг. Првиот скијач на кој наидовме ги пофали патеките, но не и како стигнал до нив. Кој што ви гледате, има многу заблокиран пат. Нагоре исчистене колку толку, ама пак тешко е да се качиш, едино ако имаш само некоја таке кола, джипче или нешто со кола тешко, бевмо со едни другари, едва и се качија нагоре. Треба повеќе малку да биде организирано за да се исчисти. Најдобар пример дека Шапка има што да понуди, но дека треба да се инвестира, беше нашиот следен соговорник. Турист кој ни се представи како Мишел од Германија. Поминал 1600 километри до тука, бидејќи му е ефтино, но мисли дека последната делница, патот од Тетово, не треба да биде со автомобил. Das ganze Skigebiet, wenn das erweitert werden muss als allererstes die Gondel wieder eröffnet werden. Das würde ich sagen, das ist das Grundproblem hier. Wir sind jetzt bei dem Schneewetter gerade 30 Minuten oder noch länger hier diese eine Straße hochgefahren, weil heute Montag war, ging das. Am Wochenende sind 1000 Autos, da geht das gar nicht. Die Gondel muss eben halt funktionieren. Снегот годинава сепак беше доволна мотивација да се надминат сообраќајните гужви. Така се чини од сведоштвото на еден мал стопанственик кој со години издава ски опрема. Po si vjet shkaku i borës kemi më shumë turist, edhe është mirë, tani pistat janë shumë të mira. Ajo është. Pe nga ka turist më shumë? Po më shumë kemi turist Shqipërisë, Kosovës, nga Shkupi, Turqisë kemi, edhe vendet e huaj. Дел од гостите, како брендот Косово, советува дека Шара треба да се развива не само за скијање и не само за зима. Që njerëzit mi përdor autobusat me orë në pistë më shumë, e jo me orë me vetura private më ba të lovi kolon. A për borën, për malet janë të mdhaja, amde nuk është veç pista, po janë edhe verës ja vlen me ardë, nuk është veç dimri, me ba hiking, mujnë e snowshoeing me ardë, po bukur ja vlen, jo vetëm pistë, po rreth pistës është shumë bukur. Раниот снег значеше и ран почеток на туристичката сезона. Но, потоа е клучно, додава Бесник Бекири, гостите добро да се пречекаат и од угостителите и од државните институции. Si që jemi ne sektori i turizmit apo gastronomisë, edhe sektorët tjerë, këtu përfshi Parku Nacional, përfshirë edhe Ministrinë e Punëve të Brendshme, përfshirë edhe institucione tjera të cilat duhet të jenë të angazhuara që të mundsojmë një mikpritje më të mirë të turistëve, cilët na vinë nga gjitha vendet e Europës, po mund të themi edhe nga mbar bota. Според Бекири, гостите од странство допрва ќе ги полнат хотелите и патеките на Шапка. Резервациите не се само од околните држави. Deri në këtë moment që po flasim, domethënë një fluks i madh është nga Shqipëria, nga Kosova, tash flasim për turistët jashtë kufive tanë, edhe me automatizëm kemi edhe nga Gjermania, kemi nga Zvicra që vinë, nga Danimarka, Suedia, mirë po tash nga data 20 janar, fillon edhe fluksi më i madh i turistëve nga jashtë vendit, të cilët do jenë këtu prezent me një periudhë pak më të gjatë, shkaku se ne edhe organizojmë freeride ski me ato pajisjet tona që kemi, edhe me kompaninë Shore Outdoors, dhe në këtë periudhë do jemi më të angazhuar edhe do kemi një fluks shumë më të madh nga vendet jashtë kufive tanë. Туристи има и се задоволни од патеките, но за малку не моло да биде така. Абдул Гани Али, новиот директор на ски центарот, кој е во сопственост на државната ЕСМ, вели дека имале големи проблеми со инфраструктурата до пред самиот почеток на ски сезоната. Qifni problemet më të shumta I kishim te
Te ski ashensorët, do me thonë, nuk ishin të servisum, ato të cilët odesht të bon disa punë gjatë sezonit të verës, ne kemi ardhë, do me thonë, në tetor, kemi marrë detirën edhe në këtë kohë, do me thonë, ne kemi nisë me servisimin, me pranimin teknik, me lëshimin në përdorim të hotelit, i cili nuk ishë në përdorim, Hotel Slavia, do me thonë, edhe pse ki tjetëri as pak nuk është në përdorim, është i shkatruar. Kemi arrit me lëshu Hotel Slavin edhe të gjithë ski ashensorët i keni në përdorim. Го прашав Мали и за проблемите на кои најмногу се жалат гостите, патот и паркингот. Ни одговори дека за тоа е одговорна општина Тетово и дека според него градоначалникот покажувал интерес да се надминат проблемите. Komuna, do me thonë, s'pari herë tani ka interesime dhe ka bërë plan urbanistik. Shumë vite pas nuk kemi pas as plan urbanistik, edhe kryetari i tanishëm, Bilal Kasami, ka bërë plan urbanistik ku janë të parapam edhe parkingje edhe shumë gjona të tjera, për ajo gjithashtu në ndihmon neve si ski qendër, sepse ne si ski qendër menaxhimi janë është prej këtu të ski ashensorët edhe të hotelet që ka i kemi. Plani inë për momentin është bashku me organet e rendit, me rrugët shtetërore të bëjmë pastrimin, bashkë ato andej, ne këndej edhe të kemi sa më shumë vende për të parkuar. Edhe rruga lartë që hapet nga komuna, keni një rrugë të re, edhe ajo do të lehtëson shumë, do me thonë, këtë pjesë. Дали урбанистички, дали поинакви, планови за Шапка има многу. Пред 2 години, тогашната влада представи стратешки инвеститор кој најави инвестиција од 180 милиони евра. Една година пред тоа пак, обнова на гондолата од Тетово до Попова Шапка, но и катна гаража со околу 900 паркинг места, ветуваше градоначалникот на Тетово Билал Касами. А неколку години пред него за гондола и за уште 6 други опции за Попова Шапка говореше министерот за економија Крешник Бектеши, врз основа на физибилити студија платена од државниот буџет. Така што, се испланирано, само уште да се изгради.